Betejë e ashpër mes ilirëve dhe spartanëve. Në horizontin e mjegullt të shekullit të 5 dhe të 4 para erës sonë, aty ku kufit e Ilirisë përqafojnë luginat e Epirit dhe kodrat e Maqedonisë së vjetër, shpërthyen dy nga përballjet më të paimagjinueshme të kohës. Ilirët, fise krenare të veriut, përballë spartanëve, luftëtarëve legjendar të Peloponezit, ishin dy botë ndryshme, dy filozofi lufte, dy zjarre që nuk njihnin ftoje, dhe që herët avon do të përplaseshin. Betejë e parë, Lynkestja, viti 423 para erës sonë. Në zemër të luftrave Peloponeze, kur Athina dhe Sparta luftonin për shpirtin e Greqisë, një betejë e pazakontë zhvillohej larg Akropolit, në një vend të quajtur Lynkesti, aty ku liçenet e Prespës ndajnë tokën mes Maqedonisë, Epirit dhe Greqisë së sotme. Në këtë tokë kufitare, ilirët kishin qenë për shekuj sundues të heshtur, dhe lidhjet mes fiseve lynkestiane dhe ilire ishin më të thella se sa thjesht fqinësi. Po kur Maqedonët morën anën e Spartës dhe lynkestët qëndruan pranë Athinës, thirrja për ndihmë ushtarake mbërriti deri në mbretëritë ilire. Fillimisht ilirët pranuan të ndihmonin Maqedonët edhe spartanët, po kur mbërritën me 2 ditë vonesë, ndryshuan anë edhe u bashkuan me lynkestët. Shkaku, sipas historianëve të mëvonshëm, mund të ketë qenë një aleancë martesore midis mbretit Lynkest, Arrabakus dhe një vajze të mbretit ilir, Syras, ose ndoshta ishte gjaku i përbashkët, trashëgimia kulturore, afërsia etnike. Për historianët e ndershëm, ilirët edhe lynkestët nuk ishin aq të ndryshëm. Në kampin spartan, vendimi i ilirëve ishte përjetuar si tradhti. Mbi të gjitha ishte një tronditje e thellë morale, përballë tyre qëndronte një armik i ri, të cilin nuk e njihnin, por që vinte me pamje kërcënuese, britma të egra dhe një lloj energjie primitive që trondiste vetë themelet e disiplinës spartane. Generali spartan Brasida, një burr me përvojë dhe urtësi të rrallë, i mblodhi ushtarët dhe u tha: "Mos kini frikë nga zhurmat e tyre, janë të fortë në britma, por të paqëndrueshëm në qëndres. Nuk janë të lidhur me urdhër dhe radhë, por secili lufton më vete. Ndaj, po të tregojmë vendosmëri, ata do të shpërndahen vetë." Përballja u bë e pashmangshme. Në mëngjes, me Maqedonët tashmë të larguar fshehurazi gjatë natës, spartanët mbetën vetëm, por ata nuk u dorëzuan. Brasida e organizoi ushtrinë me mjeshtri. Ushtarët e rinë në skajet e rrezikshme, armaturat e lehta në qendër dhe vetë ai me 300 burrat më të zgjedhur në një kodër strategjike. Luftimet ishin të ashpra. Ilirët u përpoqën të shkatronin radhët spartane, por mbrojtja ishte e hekurt. Kur trupat kryesore të kundërshtarit u larguan për të ndjekur Maqedonët, spartanët u përpoqën të tërhiqeshin përmes një kalimi të ngushtë midis 2 kodrave. Ilirët u përpoqën t'i presin rrugën, po Brasida, me trimëri që përngjan me vetë Leonidën e Termopileve, i ndali, i shtyu dhe i thyen, duke shpëtuar shumicën e ushtrisë së tij. Betejë e dytë, Epiri, viti 385 para erës sonë. 40 vjet më vonë në tokën e Epirit, një tjetër përplasje merr formë. Mbreti Alketi i Molosëve, i rrëzuar nga pushteti, kërkon ndihmë nga veriu. Kush tjetër mund t'i përgjigjej, përveç Bardhylit të Ilirisë, sundimtarit që kishte ngritur një mbretëri të fuqishme në malet e Ballkanit. Bardhyli, tashmë në kulmin e fuqisë, vjen me ushtrinë e tij dhe shkatëron Molosët me një brutalitet rënqethës, mbi 15.000 të vrarë në një tokë që digjej nga lufta. Për të ndalur këtë val të egër, Sparta dërgon mbretin Agesilaus, një nga figurat më të respektuara të kohës. Përballja ishte titanike, nga njëra anë ilirët të mbështetur edhe nga 2000 hoplit grek dhe 500 kalorës të dërguar nga Dionisi i Sirakuzës. Nga ana tjetër, spartanët me disiplinën e tyre karakteristike. Pas luftimeve të ashpra, Sparta fiton betejën, duke ndalur përkohësisht hovin e Bardhylit. Por historia nuk ndalet. Alketi me ndihmën e aleatëve të rinj rikthehet në pushtet, dhe Epiri, i lodhur nga luftrat, i afrohet Athinës, armikes së përjetshme të Spartës. Ironia e historisë e bëri që fitoria spartane në fushë të mos kishte peshë në diplomaci.
më shumë se 2 betejë. Përplasjet mes ilirëve dhe spartanëve nuk ishin vetëm 2 episode të veçuara. Ato ishin përplasje të 2 botëve, e asaj që luftonte për territor dhe identitet, dhe e asaj që mbronte nderin dhe rendin e lashtë helen. Ishin përballje mes maleve dhe fushave, britmës dhe heshtjes, trimërisë së lindur dhe asaj të servitur. Ilirët nuk shkruan histori. Ata e lanë atë të gdhëndur në shkëmbim, në rënoja kështjellash dhe në kujtimet e atyre që u përballën me ta. Dhe në mes të këtyre kujtimeve, spartanët, luftëtarët më të fortë të Greqisë, u detyruan të pranonin përballë ilirëve, asgjë nuk ishte e sigurt.